Kam dhe persona që më kanë thënë gjithmonë që unë dua të bëhem influencer dhe unë nuk e kam menduar në jetën time as edhe një herë që do vinte një ditë që unë do filloja të postoja, domethënë do bëja këtë lloj kontenti. Dhe një ditë shumë normale të bukur që isha vetëm në shtëpi, thjesht vura telefonin, bëra një video dhe e postova. Pa e mendu, pa e ditë se çfarë po bëja, pa e ditë se çfarë do ndodhte, thjesht ishte një eksperiment që më erdhi në moment, e postova, heci, pastaj thjesht nuk është se unë e vazhdova meqense videoja e parë domethënë shkoi mirë. Thjesht më pëlqeu si gjë edhe thash, sa e kam atë qefin, ta vazhdoj. Po ta shfrytëzojmë edhe për një gjë më tepër se nuk bën dëm. Po, pastaj shumë biznese që më kërkojnë, shumë. Ato që të kemi kërkojnë, modeste, po. Nga ato që më kërkojnë, shumicat unë i refuzoj, se mund të ketë diçka që mua vetë nuk më pëlqen, mund të ketë diçka që nuk më përshtatet, diçka që mua po s'm pëlqeu vetë unë s'di si t'ja bëj reklamën, por nga këto të tjerat, tash unë nuk dua të them një shifër, po domethënë mua më ka mjaftuar që unë thjesht kem ato paratë e qefit për veten time, mos ti, domethënë të jem disi e pavarur, domethënë nga familja, të jem rehat.